ka hyrë në një qarçokak i cili realisht me gjas nuk po i shihet për momentin fundi, është dashur të paktën institucione tjera të cilat janë të ndërlidhura me këtë proces me qenë pak ma azhure, ma të shpejta. Tani, unë po besoj, sepse në bazë të asaj që mund të mendojmë se çfarë vendimi mund të vjetë nga gjykata kushtetuese, prapë se prapë nuk besoj që mund të zgjidhet ndaj problem shumë i madh me atë vendim, por prapë se prapë ai vendim do t'i hapte rrugë. Pastaj unë po besoj që skena politike, respektivisht krerët e subjekteve politike, t'jepin një kohje, pra një drejtim zgjidhjes, në qoftë me shku me zgjidhje të jashtëzakonshme ose në qoftë se eventualisht ndonjë subjekt politik do të lëshonte pe. Lëshimi pe me gjasë është shumë problematik. Mirë, Gashi, po pret edhe ti që gjykata kushtetuese t'i jap udhë kësaj çështje dhe në fakt, a ka formulë në cilën gjykata kushtetuese imponon vullnet politik, sepse tek e fundit ky problem është politik, nuk është teknik. Vrotimin e ki me vend, Armen. Përse? Është problem politik edhe ta përkthejmë në gjendje faktike politike i bjen që ka barikadim në të drejtën e tyre, pa qka që kjo e drejt piqon në qorcokak edhe në pezullim, apo majtje pezull, edhe të jetës politike edhe konstituimit të institucioneve, Republikën e Kosovës, zgjidhja është politike, sepse problemi është politik. Natyrisht që politika nuk është diçka abstrakcion edhe jashtë normave juridiko-kushtetuese në këtë rast, pasi kushtetuta është aty edhe për ose vetëm për mbarvajtur apo mirëmajtur si gardian kushtetueshmërinë, respektivisht rrjedhën normale ligjore të mbarvajtjes së funksionimit të shtetit. Shteti s'po funksionon në shpezull, respektivisht s'po konstituohet organi më i lartë vendimarrës, i cili duhet në logjik politike të jetë edhe mbi kushtetutën, pasi me 80 vota plus mund ta ndryshoj atë. I bjen që problemi është politik, i mungesës së vullnetit, i mungesës së një bashkëpunimi, i një klime politike, kështu që e ki me vend vërtimin edhe analizën. Prandaj nuk ka gjykatë kushtetuese e cila mund zgjidh. Tani a mund të shikojnë nga këndi pozitiv kërkesën e AK-s për trajtimin e gjykatës kushtetuese mbi temën e votimit të fshehtë. Mendoj që është humbje kohe, sepse sipas mendimit tim edhe plot ekspertët e tjerë, gjykata kushtetuese i ka në kompetenca trajtimin e këtyre, po nuk besoj që do ta duplifikoj një akt vendim të cilin e ka marrë me 2014-ën, ku thotë që edhe votimi i fshehtë është votim ligjor ose kushtetues, është e drejtë. Pa çka që kjo hapësira e shfrytëzimit edhe argumentimit e ish opozitës apo opozitës e deri djeshme mbi parregullsinë apo ndrimin e rendit të ditës qëndron, por kjo është prapë politike, prandaj nuk mendoj që gjykata mund të kapërcejnë më shumë se sa që të thotë që nuk është objekt trajtese i gjykatës, diçka që vetëm është vendosur dhe është në të drejtën e rregullimit të brendshëm të kuvendit. Mirë, a shilit paktën, Gashi për njësë të kësaj radhe me ty, a shet paktën vullnet për zgjedhje të parakohshme, sepse duket sikur jemi në një situatë ku partitë nuk duan asgjë, duan gjithçka dhe asgjë në të njëjtën kohë. Duke përfshirë për partisë më të madhe, që është partia me më shumë të përgjegjësi. Diku sikur në të njëjtën kohë duan zgjedhje, në të njëjtën kohë duan qeveri, në të njëjtën kohë nuk duan ndajmë pushtet, në të njëjtën kohë ka versione të ndryshme, ndërkohë edhe partitë tjera deri dje opozitare, parafërsisht në të njëjtën karta. Edhe duan qeveri, por nuk duan të jenë vetëm me njërën parti e të tjera. Pikrisht prandaj këtu është edhe problemi. Karta e njëjtë nga pozicionet të ndryshme nuk bën të luhet, po mundesh, po pastaj s'mundesh që ta citojmë liderin politik të vetë vendosi zotin Kurti, sepse ajo me një moment saktuar o kallët si kartë, jekët si kartë politike, o nuk e kryen funksionin pasi që e mban pezull nuk shkohet tutje. Natyrisht që zgjedhjet
edhe nga deklaratat e